ashtu si që keni dëgjuar. Domethënë sot në orët e hershme të mëngjesit të rreth 1:30 minuta, policia ka pranuar informata se në shtëpi banimi në Prezent, në qytetin Prizren, është pashenja jetë një femër dikora moshës 70 vjeçare. Në gjëra me një të ka marrë informacione, policia praktikisht patrolla policore dhe ekipi emergjencë skandal në Menxarës, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Në shtëpi ishte hasur bashkëshorët e saj, një person maskull moshës rreth 71 vjeçar, i cili është shoqëruar në stacionin policor. Por edhe fillimisht është raportuar si vdekje aksidentale nga bashkëshorët e saj, pasi ekzamimi të vendit gjatë nga policisë forenzike dhe ekspert mjekësisë ligjore ka dhënë gjykatimi për veprën penale vrasionen, dyshohet se ndihmet domethënë që janë evidentuar në trupin e viktimës janë shkaktuar nga forcat varësore pa përdorur ndonjë armë apo ndonjë mjeti tjetër. Çfarë lëndime janë parë në trupin e viktimës? Ka pasur ndihme në pjesë të ndryshme të trupit, por bazë të lëndime shihet që nuk është përdorur armë zjarri apo ndonjë mjet tjetër. Dhe si e ka sqaruar këtë dhe si e ka shpjeguar këtë bashkëshorti që ka qenë aksidentale? Po, rasti është një me dhe tani, mund të thëmë lirisht se bashkëshorti nuk ka pranuar rastin të shëpe. Por ai ka shpjeguar se si ka ndodhur sipas asaj që na ka dhënë, por çfarë ka thënë? Po çfarë ka thënë nëse mund të di? Raportuar vdekje aksidentale nga persone, vdekje aksidentale. Atëherë vetëm për ta sqaruar edhe për opinionin, dyshimet e policisë janë për një vdekje aksidentale apo tjetër? Jo, dyshuari ka raportuar se kjo është vdekje aksidentale. Ai ka deklaruar kështu. Çifti a ka qenë i njohur për policinë nëse ka pasur raste të tjera me çka pasur edhe shenjat në trupin e viktimës? A ka pas policia ndonjë informacion? Po, në vend gjithë jo vetë shenja, po shenja dhe prova tjera të jetë në vendin e ngjarjes. Ka dhënë domethënë dyshime se është kryer vrasje. Mesazh medicinë të cekët ashtu siç pyetët aty, se sipas evidencave të policisë, çifti nuk ka pasur raste të mëhershme të dhunës të raportuar dhe në momentin e incidentit kanë qenë vetëm në shtëpi.